marrëveshje të bëjmë Washington, a nuk po shkojmë për dialog? Jo, më thash çfarë dialogu? Marrëveshje. Tash marrëveshja me harta pa harta. Tha, po të më lejon të shoqja jote Vjosa Osmani të raportoj në kuvend, do t'ju kisha treguar aty. Përshëndetje me që dashër, mirë se veni të dhanë Gelli në diaspora flet. Shkojna me dhe në radhës miq, Albin Kurti edhe Hashim Thaçi. Kur ka dasht Hashim Thaçi me mashtru Albin Kurtin dhe kur Albin Kurti e ka hetue që Hashim Thaçi po don me tratu Kosovën, po don me coptu Kosovën, sepse në ato moment që e copton Kosovën, a që po tratar, jo aj po çdo kush. Kështu që miq, shkojmë të dëgjojmë këtë video, të diskutojmë së bashku e lutem. Pra, ishte i gatshëm të elaboroj para 120 deputetëve, po jo para meje. Unë aty e poshtë se kjo është një higje e madhe. Sepse nuk më tregoj për çfarë marrëveshje bëhet fjalë. Ndërkohë që thoshte, pas kthimit nga Washingtoni, po të kisha marrë pjesë në atë seancën ku insistonte të raportonte, aty do ta bëja. Opozit, a ke ditë për ta jo? Unë besoj që po, sepse ka spjeguar edhe në parlament kryeministri. Po menze e gjeta këtë video se nuk musha me gjithë në arkiv. E ju që keni li pa burë në dilën që keni dash me bloku parlamentin, e të honë, e të martën. Qa po lip në la, qa po kërkoni? Po doni me vazhdu aty ku ka në Hashim Thaçi keq? Pse Allah s'pa ja pranoni njerët Allah? Pse s'pe bashkëpunoni me njeri? Unë falni miq. Për çfarë arsye? Ku po jedhem? Ku po je pengon? Po s'keni fajë se jeni mësuje me vjedh, jeni mësuje me slavru, jeni mësuje me komandu, jeni mësuje me marrë kreç ka ka për vete. S'keni fajë. Shkojna me që lutem. Si është e mundshme që ka qenë i gatshëm të raportoj para 120 deputetëve dhe kamerave televizive, e në anën tjetër nuk është i gatshëm të më tregoj mua ka qenë marrëveshje me harta. Do thotë nuk ju ka folur për cilësinë e marrëveshjes. Ai nuk më ka folur për cilësinë e marrëveshjes, por paraprakisht më ka folur këshilltari i tij përmes një takimi që ka pasur rastësisht me ministrin tim. A pe kuptoni o opozitë e shkret? A pe kuptoni tratinë e PDK-s? Tratinë e juj? Presidentit ju, ish president në atë kohë. E mirë Kosova kone ka pas president, dhe kryeministër, e deputet. Mirë Kosova, mirë ne. Me shku njeri, me hartë, me thika, me piruna, me shku me soptu Kosovën. Ja pra keni ju PDK-ja. A okeja, LDK-ja. Po pikrisht PDK-ja ka pasë në dorë të okrejt. E ta shju, dini blokoni kuvendin. Sigur me marë mësim për Serbisë, Allah, se Serbia ka dash me dha Kosovën. Juni ka mërë një mësim për Serbisë, për fatë keq. Se vetë për Serbi i gëzohet saj pune. Qa jeni ka boni jo. Qfar veprimi jeni ka mërë jo. Si deputet, sa i gëzohet veç Serbia. Edhe ata që sa dojnë mirën Kosovës, kuptohet e. S'për vjen tërë peqa, pash zotë, s'për vjen tërë pa. Oshte pa besushme. Mjeresht. Oshte pa besushme. Shkojna miq? Këshilltari i presidentit Ardian Arifaj, i cili është më i rëndësishëm për mendimin tim se çdo këshilltar për shkak se përkthen. Grojta. Në atë rast besoj që përkthimi është më i rëndësishëm se këshilltari. Një takim disa ditë para se unë të takoj presidentin, këshilltari i presidentit Ardian Arifaj ka takuar ministrin e shëndetësisë Arben Vitia dhe i ka thënë, Beni, hajde ta kryjmë këtë punë në marrëveshjes, thuaj edhe Albinit se dhe juve vetë vendosjes ju bie mirë sepse jeni përbashkëm kombëtar. Hajde miq, ti him që saj në harte. Pap, të jam në servis qka për donë, edhe Albinin e të merë qka donë, unë e marë qka duhe dhe
s'ka problem, për Kosovë s'ka problem. Apo? Unë kështu pe kuptoj, më falni miq. Unë kështu pe kuptoj miq të dashur. Unë nuk besoj që Albini gënjen. Nuk është që ka thonë këtu një intervistë, pa ka thonë edhe në parlament. Kështu që miq të dashur, unë Albinin të besoj, e për të kësë jo. Shkojna miq? Atëherë ministri i shëndetësisë Vitia ka pyetur, ka thonë, po çfarë marrëveshje është ajo? Me e dhënë veriuna? Ka thonë, jo, veriun Leposavicin po veriun jo krejt, ujma. Aha, jo veriun, Leposavicin në rotë somës, apo? Pa kër e merë Leposavicin, ta merë Zveçanin, ta merë Imonin, ta merë Trepqen. Kuna për kazë këtë? Kuna për i të regoni këto jo historiana, që 2 lidhe shkollë, 2 lidhe metru si keni, 2 vjetë shkollë si keni. S'pe marrë ka Imonin, s'pe marrë ka Trepqen, apo? Me adhonë Leposavicin. Hini qene pak hartën këqënë? Hamne pak hartën e Mitrovicës Veriore, të Kosovës, po në atë pjesë, Mitrovicës Veriore, shikoni pak, edhe këqënë ku del, qka del, qka kish marraj. E tash jo, si politikana, si deputet për të kësë, qoni kundër Albinit, e mbroni atë keqin, atë tratharin, që ka dash me sëptu Kosovën, se për mu është tratharë. Këtë s'ka pas një dyshim. Në të moment që do me bo të pazare me tokë të Kosovës, ku shiti? Ku i merë atë guzim të Allah me sëptu Kosovën? Për çka luftove, Allah? A ti më ka zukush për çka ka luftu kënjeri, Allah? Me arë mi thonë tani me arë me adho me lapsa? Luftove me plum, e hade jepja me laps. Se këto në pas ka falë Rankovici. Shkojna miq? Betet me neve, Trepqa betet me neve, edhe nuk i japim këto pasuri. Lugina e Preshevës ka thonë e marrin Preshevën. Atër Beni e ka pyetur, i ka thonë, e Medveqja po janë si ka thonë, Beni nuk ka Sërbat, nuk ka shqiptar, ma aty ka vetëm Sërb. Aha, aty s'pas ka shqiptare, ata s'ka ka tukë shqiptare, apo? Që sa dini jo historia, përshë? Sa keni shkollë për historia, përshë? Po i shti edhe juve, sepse je keni për krah. Unë nëse baba jam, më ngjall, me pas keq diçka, unë i thëmë jo babë se ki mirë. Se jo president i shtetit. Të i po unë me synë balë që pëtëm ma coptu Kosovën. E thë jemi thëmë po, amin. Ku jeti i Behrami? A ke po këto sena, jo. Ti patarit se ashim thaqet. Dilë thuj diqka. Dilë manipulo diqka. Turpi jem luft. Shkona mi. Presheva në anën tjetër të Kurudës e të autostradës, jo, ka thonë Santje është Kina. Kina. Ka dhe një farë elementit delirit këtë farë aspektit se si trajtojnë pala tjetër çështjet. Dhe më thonë lidhja e Vardarit me Moravën e kështu me radhë, dhe më thonë A10 si aks. Por është interesant se e njohja e Kosovës tjo, ka thonë njohja e Kosovës nuk mund të kemi nga Serbia, po do të kemi ullë se nuk e bë. Pra këshilltari i presidentit flet në emër të Xi Jinping edhe Vladimir Putin. Edhe do me adhon Kosovën, një pjesë Kosovës, do me adhon Imonin, do me adhon Trepqen, do me adhon Leposavicin, me 17 fshatra, që ka thonaj, në ka falë Rankovici, edhe në karjohet Kosovës. O shkat rusi i Kosovës.
Po ju jeni shkatrues e Kosovës. Po ju thëmë ju, po ju shtini thes sepse ju e keni mbrojt, ju pe mbroni. Ju pe mbroni. Nuk mbrojt për njëri keq, pa marrë parasysh. Kush është? Çka e keni? Është i keq, jetë i keq. Apo pëse është të Drenicës? E dhe me pas aty. A bon dom, as bon dom, s'u intereson fare, heq, absolut. Drenica ka po. S'u jetë që unë i Drenicën veti. Drenica është e Kosovës. Runa zo. Shkojnë. Sepse Ulse nuk e bë pak shumë sigurimet nuk ka. Pra, ky takim ka ndodhur para se të takojën presidentin Thaçi dhe presidenti ka qenë i vetëdijshëm se unë jam në dieni për këtë marrëveshje, por nuk dëshiron të të më thosë. Besoni se kjo informatë është dhënë me qëllim? Po, besoj që është dhënë me qëllim, në mënyrë që unë të jem në dieni se çfarë po ndodh, po është kërkuar prej me, hajde dhe ti na u bashko atje. Dhe unë ja thash këtë gjë presidentit. I thash, kështu i ka thënë këshilltari im ministrit, këshilltari yt ministrit tim. Tha mos më marrë Arifën, thosë s'dëgjoj. Tha nuk këshilltari zin kurjo, kamarieri po. Vetëm çka thot Bekim Çollaku. Jo Arifën tha mos më. Po mirë, që i bie që në ato momente troket në derë. Dikush hyn brenda dhe thot shef, a doni edhe nga një kafe Ardian Arifaj. Pra ky që mos e merr seriozisht, mos e dëgjoj se çfarë thot se flisi pas ka gjë për ti ose diçka ngjashme. Pra, ai takim ka dështuar që ne ta ndajmë ekonominë dhe institucionet e Kosovës dhe ka dështuar që unë bëhem pjesë e projektit ku po kanë qenë thikat mbi harta dhe Piruni ka qenë në duart e presidentit Vučić. A pëndëgjani o të mirë? A pëndëgjani? A ju e dini shumë mirë që kjo është e vërtet që ka bot Albin Kurti. Ju e dini shumë mirë që kjo është e vërtet, kjo është realiteti. I Hashim Thaçit. Kush ja la Hashim Thaçit tokën e Kosovës me po pazare? Ku i murat gozime, Allah? Ju, ku pe merri gozime për krah? Ju, ku pe merri gozime për krah këtë njeri? Unë po flasëm për ku është. Unë prapë thëmë, aty ku është, inshallah del nesër. Nëse është, si ushtar i ushtrisë ligjore. Pra nëse është për tjera, që akuzohen për tjera sene, mas luft e kënina, kur më zdalë për mu, 5 parës ja për ta. Nëse është e akuzojnë për luft, aty për kulim, aty nuk bërë më denu se ne si në shumë i luftu ata e nërme në vra neve, në ma që s'ka pasare pa vra. Ama nëse është, e kanë marrë për mas luft e kënina, e bëjt me shnet. Po jo që shpo mune për krah, për këtë pjesë, për ndamjen e Kosovës. Qysh asë një nga PDK-ja nuk u dalë me folë, kur ka thonë Hashim Thaçi këtë pjesë nga ka falë Rankoviqi. Asë një. Nga ona juj nuk dulë me thonë, ka dalë besë së qështu? Kër një tonë e dim që së shështët. Që tu ka edhër dhejtë të moda kuqe. Shkojnë amish? Pra, këtë ka qenë plani tyre. Mirë, po ky plan e tyre, unë besoj që ka dështuar, po edhe një herë, po e ritheksoj që kam thënë më herët, që ideja si e tillë nuk ka vdekur. Sepse ka më shumë se 2 vjetë që në bisedime jo publike kanë ardhur deri tek këto solucione të cilat janë në petkun e shkëmbimit territorial, po praktikisht ndarje. Po është kjo. E çka dini ju për ta si PDK, se më nësë po tishtë asen,
Çfarë marrëveshje keni tjetër, ju lutem, a ka kush për na treguar? Jo mu, se unë i gjoj, për poplit. Këto martrimet e juve, po thom, por i përsëris, po i shtin thes, sepse ju për kran, ju jeni për kras i Hashim Thaqit. Ka bo qa ka bo, jeni për kras i tina. Këtu në spajtona me juve. Deri në 99-ën, plotësisht pajtona me juve. Po pej 2 mitës e knena, në pajtona. Pe ati momenti që në kom të gju, me vesh të mi, kur Hashim Thaqi ka thonë, këtë pjesë në ka falë Rankoviqi, o, kur s'ytë mu se apafsha, bre? Kur? 5 pare si jemi për ta, heq. Pe në atë moment që ka thonë, këtë pjesë në ka falë Rankoviqi, kur s'ytë mu se apafsha. Se nuk e do Kosovën. Nuk mund me dash Kosovën ajë. S'ka shansë teorike, s'ka matematik. Mi që dashër, Zoti i rujt, unë i përshëndes nga diaspora flet, mire pashve të radhës.